Jemi rikthyer në Living Roomin e Vision Plus dhe kemi treguar rëndësinë e tryezës së Pashkëve, e kemi përshkruar me Olgën në detaje se si mund të jetë e dekoruar, e zbukuruar ajo. Dhe Olga na tregoi disa sekrete fare të thjeshta, ka bërë një punë të shkëlqyer. Ndërkohë, mikeshat tona kur erdhën në fillim në Living Room kishin një element në duart e tyre, një simbolik të rëndësishme të festës së Pashkëve dhe është momenti të na e zbulojnë tani. Linda, e nisim bashk? Mbaje gjethen e palmës në duar. Gjetja e palmës është e diela e palmave, që është një e diel përpara Pashkëve. Po. Ne thamë që gjaku i qingjit nuk ishte mjaft që të mund të largonte mëkatet e njeriut, kështu që Zotit ju desh të siguronte një rrugë tjetër, një qenie më e lartë mund të paguante çmimin për njeriun. Dhe Bibla na mëson që Perëndia dërgoi birin e tij, Krishtin, që të lindë si një foshnjë, dhe ne festojmë Krishtlindjen për lindjen e Krishtit, në mënyrë që të jetonte si një njeri, si një njeri i zakonshëm, dhe të merrte këtë trup njerëzor që të provonte dhe të paguante çmimin për të gjithë njerëzimin. Megjithse ishte me trup njerëzor, Krishti prap vazhdonte të ishte 100% njeri dhe 100% perëndi. Dhe ai është mbreti i gjithësisë, kështu që të dielën e palmave, kur ai hyn në Jeruzalem, njerëzit marrin palmat, edhe brohorasin për mbretin që po vinte dhe thrasin Hosana në lartësi, mbretit që po vjen. Dhe ky është simboli i palmave, nuk njihet shumë. E kishte dëgjuar e njihte simbolin e palmave? Eneida e njihte? Diela palmave. Edhe Unë e kisha dëgjuar, po shpjegim kaq me detaje, jo. Madje edhe e kam lexuar, por në vija kështu të trash, ajo ka shumë të detajuar. Faleminderit që e solle në Living Room dhe tani na njohin të gjithë simbolikën. Është palmës. Është shumë mirë që ne të dim kuptimin e asaj që festojmë. Olga ka ardhur me bukën e ëmbël. Sigurisht, neve ortodoksët sidomos e bëjmë ëmbëlsirën bukën e ëmbël, e bëjmë edhe në Krishtlindje, po edhe në Pashkë. Siç bëjmë edhe disa kullure që i bëjmë të enjten ditën që lyejmë vezët. Aromë të mirë që ka një aromë karakteristike të pangatërueshme, mundem. Po, patjetër, edhe ta provoni. E kemi si traditë që anvisat të pastrojnë, të rregullojnë shtëpinë deri të mërkurën. Domethënë deri të mërkurën duhet të jetë pastruar shtëpia edhe nga dimri, domethënë që është I ke hyrë me themeli shtëpisë. Po, me themel shtëpisë, erdhi pranvera, ringjallja, kështu që deri të mërkurën duhet kemi përfunduar me çdo punë në shtëpi. Të enjten duhet të përgatisim vezët e kuqe, kulluret edhe bukën. Pra ditën e enjte përgatitet. Përgatiten para dite, para se të kaloj pjesa e dytë e ditës, para orës 12. Para se të bjeri dielli, piki dielli. Domethënë s'duhet ta kapi perëndimi, as vezën e pa përgatitur. Pastaj të premte nuk duhet të bëjmë as edhe një gjë. Ditën e premte, që përse bëhet e premte e zezë. Që ta shpjegojmë përse nuk duhet të bëjmë asnjë gjë. Se është ditë, besoj që dita që u krishtizuar Krishti, dita më e dhimbshme e kristianizmit, si mund të thuash. Edhe unë kam lindur djalin e madh të premten e madhe, edhe vjen një nga ato stafi i spitalit, mamit, po infermierët, edhe më thot, po ti sot gjehet e ditën që të lindësh. Edhe unë kam qartë kaq shumë sa që më erdhi një tjetër dhe më tha që ti je ringjallur si Krishti. Do më thënë, ringjallë, rrisjell një jetë diçka, nuk duhet ta marrësh pse ta tha ashtu, po qaja kaq shumë, edhe ke parasysh Leone, një nën që sapo ka lindur. Po, edhe djalit tim pardje kishte ditëlindjen me natë që ka thënë, por sepse ditën e premte presupozohet që të mos bësh asnjë gjë. Shikoj, në Bibël ka situata të ndryshme, duke marrë shkas nga ky episod, ka situata të ndryshme ku njerëzit thonë, mos bëj këtë gjë këtë ditë se është kështu. Ndërkohë që Krishti i vuri vulën të tërave, tha janë të tëra ditët e Zotit. Kush e ka thënë që
që këtë s'duhet ta bësh për këtë arsye dhe ka sqaruar në situata të ndryshme. Linda mos më lër të gaboj. Jo, nuk po gaboj fare. Kështu që nuk ka, mos bëj këtë të premten se është keq, mos bëj, më thon, tani ti bebi nuk mund ta mbash në shkollë edhe nuk shkruan në ditën e premtes sot tira. Po. të them dhimbjeve të lindjeve. Është nder, domethënë djali yt do të jetë më i bekuar se ka lindur të premten e madhe dhe mos e mendo asnjëherë me ideja që quhet dhe premte zezë. Shiko, unë mendoj e madhe më pëlqen më shumë sepse është shumë e bukur. Edhe mua më tingëllon keq e zezë. Çfarë duhet jetë zezë? Nuk është e zezë, unë do ta quaj premtja e bardhë, sepse Krishti nuk u mor nga njerëzit pa vullnetin e tij. Ai kishte ardhur për atë të premte. Qëllimi i tij ishte që ai të shkonte në kryq, që të paguante çmimin për të gjithë ne njerëzit mëkatar që nuk kemi fuqi ta çlirojmë dot veten tonë. Dhe normalisht ajo ishte dita që Krishti u kryqëzua. Dhe njerëzit për ta kujtuar idenë që Krishti vuajti për të gjithë ne dhe u kryqëzua atë ditë, vendosin që të mos bëjnë asnjë gjë dhe të kalojnë një kohë me Zotin, të meditojnë për atë që ndodhi, por nuk është se ty të erdhën dhimbjet e lindjes dhe tani do të ndodhi një fatkeqësi ose do të bësh diçka në... Sa mirë që e qartësuam edhe kuptimin e ditës së premte të bardhë apo të premtes së madhe. Disa gjëra janë kthyer dhe sinofobi për shkak të disa traditave njerëzore që dashur pa dashur trashëgohen dhe marrin për masa më të fryra në talimin e nuk e dim kuptimin. Çfarë do gjë ne jemi dhe megjithse besojmë sot, prap tradita pagane kanë ngelur në Kjo është e vërtetë. Shijojmë në ditën e shtunë, çfarë ndodh ditën e shtunë? Ditën e shtunë bëhen vezët e mbetura për pjesën e shoqërisë. Pra paraditën e ditës së sotme. Vezët e rrethit të ngushtë të barkut të familjes bëhen të njëjtën. Ndërkohë që pjesa tjetër e mbetur e vezëve që lyhen për shoqërinë, për miqësinë, për t'u shpërndar për gjithë dashamirësit, sepse pashka këtë ka që nuk është për vete, është për të qenë të gjithë bashkë, lyhen ditën e shtunë. Dhe pastaj të përgatitem që të vemi në melo makaronat. Kur i përgatit të shtunën? Melo makaronat nuk është se kanë ndonjë ditë të caktuar kur përgatiten, e mira është të jenë të freskëta e të përgatiten ditën e shtunë. Ato kanë një të veçantë sepse kanë atë aromën dhe shurupin e portokallit që e kanë të rëndësishme, si në përgatitje, si në zhytje. Do të thonë janë të shërbetosura. Le t'i shijojmë të gjitha. Janë të shërbetosura, po nuk janë të, le të themi, nuk kullojnë shërbet, e kanë thithur atë. Dhe kur përgatiten kanë diçka të rëndësishme që nuk duhet për shembull të bësh formën dhe ta presësh me cepa sepse digjen. Unë nesër do ta prish kresën. Edhe unë po e respektoj, nuk po. Dakor. Domethënë, a duhen punuar me dorë, me dashuri dhe të kenë formë ovale që kur piqen të mos digjen, cepat digjen, duhet të jenë të rumbullakosura. Më pas zhyten në shërbetin që ka dhe lëngun e portokallit brenda. Sa të mira i pas ke bërë. Shumë të mira. Ju bëft mirë dhe gëzuar. Gëzuar. Të lumë shënduar. Çfarë ndodhi ditën e diel? Maria, një nga ndjekëset besnike të Jezusit, bashkë me dishepujt, shkon dhe gjen varrin e hapur. Ai nuk ishte më aty. Dhe i del një person i panjohur, thotë, mos e kërko të vdekurin midis të gjallëve. Krishti i kishte marrë mëkatet e botës, dhe tashmë bota ishte shpëtuar. Kjo është dhe simbolika e ditës së diel. Dhe përveç se ai është Zot, erdhi në tokë me trup njeriu, u tundua dhe jetoi pas një mëkat. I vetmi që nuk ka mëkatuar. Ne gjithë veshim rroba sepse kemi turp nga mëkatet tona. Ai nuk e kishte të nevojshme sepse është Zot. Ideja e traditës që vezët çahen ditën e diel, që përplasen me njëra tjetrën dhe ajo është edhe një çik për të argëtuar fëmijët, po mesazhi i saj është që vari është thyer. Mund ta bëjmë këtë ritual tani, mund ta bëjmë me njëra tjetrën teksa e shpjegojmë. Patjetër. Na jep lejen sot tira që solli. Pa hilen e vogël. Pa hile. Po, dhe është e rëndësishme që vezët të përplasen me njëra tjetrën, çfarë simbolike ka kjo? Ideja e thyerjes së vezës, varri në atë kohë nuk ka qenë siç janë sot, kanë qenë guva dhe vendosej gur përpara. Dhe ideja e çarjes së vezës është ideja e varit që hapet edhe është bosh. Sa mirë që po i mësojmë të gjitha simbolikat
një nga një, ose po i rikujtojmë. Ndërkohë që sipas traditës, kreshma prishet me atë supën magjerizje e parë. Magjericën, po. Në orën 12 e natës. 12, edhe më vonë. Po, pasi të kaloj 12-a. Përgjithsisht ndodh që besimtarët janë në kish, apo jo sotira? Po, pa tjetër, edhe merret flaka e qiririt qohet në shtëpi e pa, më thënë e mira është të mos fiket rrugës, edhe pse mund të flyet. Duhet të kujdesesh për atë që mos të fiket drita. Qa kuptimi ka flaka e qiririt? Flaka e qiririt është drita që vjen nëpërmjet Krishtit në jetën e secilit prej nesh. Edhe kur ne shkojmë edhe aty tek kisha dhe marrim atë, ndezim qiririn dhe sjellim në shtëpi, ideja është që ti po sjell dritën e Krishtit në shtëpinë tënde. Mund ta ndezim një nga qirinjt që i kemi sjell këtu? Ja, po e vendos këtu. Donë se duhet ndezur në kish normalisht. Duhet marrë nga flaka që nxjerr. Nga flaka e shenjtë që vjen që nga Jerusalemi. Po mund të nisni me njëra tjetrën, me vezë. Ta bëjmë bashkë? Patjetër. Ta bashkë kështu apo do ta bëjmë kështu? Si të jetë? Bruna, do ta bëjmë bashkë? Po e kape. Po e kisha pa keq aty. Po kishe keq. Se duhet ta bësh te Maja. E kam mësuar mirë sotira. Okej. Unë e kam mësuar se ka bërë. Unë jam nga ato Po përballem me një kampione. Mua në fakt në përgjithësi nuk para më bie shumë shansi në familje. Veza mos hyet, lekus më bie. Edhe problem, jam mësuar me këtë. Sotira gati? Ua, fitoj sotira. Unë e kam të çaj. Fitoj sotira pa hile. Tani unë në qoftë se do të flas pak. Humbe? Ua, fitoj Olga. Gëzuar Olga. Gëzuar Olga. Gëzuar. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Ku do të festoni nesër në drek? Në shtëpi. Në shtëpi. Do të ketë shumë miq Olga. Erida, në shtëpinë tënde. Do të vinë shumë miq në shtëpinë tënde? Familjar? Ata familjarë që kemi mbetur këtu se shumica janë në migracion, po që e kemi zakon të dielën e Pashkës mblidhemi gjithmonë bashkë. Zakonisht na mbledh mami im në shtëpi, të tërve. Bukur. Linda, ku do të festoni nesër? Unë do doja shumë që të ishim në shtëpi, po nuk jemi në shtëpi, jemi me një rreth miq të ngushtë jashtë shtëpisë. Sotira do të shkojë tek familja e saj në shtëpi. Unë do doja në fakt jepja një mesazh shumë të shkurtër, që përveç simbolikave që ne i përmendëm këtu, që kanë nga një kuptim nga mbrapa, unë do doja t'ju tregoja shqiptarëve që përtej simbolikës ka një mesazh shumë të thellë në Pashkë. Dhe mesazhi është Zoti të do aq shumë sa që ai dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Krishtin, të vinë në tokë, të jetojë si një njeri, të vdes në kryq, të marrë gjithë mëkatet mbi veten e tij, të varroset dhe ditën e tretë të ringjallet. Në mënyrë që në rast se ne do të besojmë tek ai, nuk do të humbasim, por do të kemi jetën e përjetshme. Ky është kuptimi i gjithë i përmbledhur i Pashkës. E t'japim urimet tona në këto minutat e fundit të këtij transmetimi. Të gjithë shqiptarëve uroj nga zemra një Pashkë të mbar, sa më shumë afër dhe duajeni sa më shumë njëri tjetrin dhe lërjuani dhe fëmijëve tuaj këtë trashëgimi dashurie sepse nuk do të humbisni por do të fitoni. Të mos shikojmë asnjëherë se ç'a bën tjetri, po duhet të fillojmë neve të bëjmë për veten tonë, të bëhemi në fillim neve njerëz më të mirë, edhe pastaj këtë dashuri t'ju përcjellim të tjerëve që të bëhen dhe të tjerët më të mirë. Mesazhi më i bukur që ka dhënë Jezus Krishti. Të duam njëri tjetrin. Sotira, cili do të ishte mesazhi yt? Le të jenë këto Pashkë të bekuara për gjithë shqiptarët, besimtarë të çfarëdo lloj feje, pas një lloj ndryshimi. Mendoj që njerëzit që besojnë janë gjithmonë njerëz më të mirë. Mundohuni që të falni, të pendoheni për gabimet që bëni, nuk është asnjëherë vonë të pendoheni, sepse falni njerëzit tuaj të dashur, sepse në momentin që i falni do ndjeni mirë edhe me veten. Falni sa më shumë dashuri, sepse është vetëm dashuria do të na bëjë që të ecim sa më shumë përpara. Dhe kjo Pashkë le ti sheshoj të gjitha ndarjet, mosmarrveshjet dhe grindjet në familje, dhe le të vi familja bashkë, sepse Pashka, ashtu si u tha këtu mesazhi, është dashuri. Gëzuar Pashkën. Gëzuar Pashkën, e urojmë me zemër. Faleminderit shumë që u ndalët në Living Roomin e Vision Plus. Gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Faleminderit shumë. Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve të Krishterë. Mirupafshim.